Tani të dashur shikues, është koha për bisedën e këtij edicioni, të cilën do ta realizojmë përmes një lidhje direkte. Do të flasim me artisten kosovare, e cila jeton dhe vepron në Zvicër, Marigona Toma, për një ekspozitë që mbahet shumë shpejt atje. Ajo do të jetë pjesëmarrëse bashkë me 40 artistë zvicran, por për më shumë detaje sigurisht që e kemi Marigonën në këtë lidhje, që këto detaje do t'i zbulojmë pra bashkë me Marigonën. Përshëndetje Marigona, është kënaqësi me të pas këtu në Ekspres. Përshëndetje për ju. Pra, si që dhe paralajmërova publikun, ky është një tjetër hap i rëndësishëm i yti pra në këtë udhëtim artistik. Do t'jesh pjesë e një ekspozite goxha të veçantë, pra që do të mbahet në Zvicër. A jeni gati për pjesëmarrje dhe cilat janë pak a shumë edhe vepra që do t'i prezantosh atje? Patjetër, por nuk është hera e parë që po marr pjesë. Kam marrë pjesë në këtë event edhe para 3-4 vite. Po ka qenë diçka krejtësisht tjetër. Edhe normal që ka qenë përvoja ime e parë në mesin e zvicranëve. Sepse kemi pas shumë aktivitete dhe me artistë shqiptar, po kjo ka qenë diçka pak më ndryshe. Në këtë event, në një ekspozitë të cilët bashkohen 40 artistë zvicranë, ku në mesin e tyre jam edhe unë, ose po ta fatin që të jam edhe unë, do t'i prezantoj disa piktura, po kësaj here diçka ndryshe nga unë. Gjitha piktura do t'jenë të reja, dhe do t'jenë e kam bërë një lidhje mes abstraktit, realizmit edhe natyrës, ku të cilat e paraqesin shpresën më të thellë emocionale. Gjitha piktura do t'jenë me ngjyrë orange, ku ndërshëtohet perëndimi i diellit, natyra dhe disa njerëz abstrakt. Qëllimi ka qenë që me kombinu në mënyrë harmonike, abstrakten me natyrën, edhe me qenë diçka e re nga une, diçka që kam dashur edhe vetë me kriju me personalizu një koleksion të tillë. Po, ekspozita pra do të mbahet me 13 deri me 29 qershor, që do të thotë edhe pak muaj në ndajnë që nga ngjarja. Fillimisht a mundesh me na tregu pak edhe për ekspozitën në përgjithësi, çfarë ka në përmbajtje ajo? Ekspozita ka pas një temë të lirë, secili artist ka të drejtë me shpreh mënyrën e të krijuarit të vet. Secili artist e kemi nga një dhomë të madhe, ku mundemi me shfaqen e kemi bë, kjo është organizuar një vit përpara. Ka një vit që po organizohet, sepse këto organizimet marrin shumë kohë, sepse unë kam pas edhe përvoja shumë të mëdha edhe në Kosovë dhe këtu në Zvicër, normal që nuk janë ekspozitat e mia të para. Kështu që secili artist prezanton krijimet e veta, ndërsa unë kam zgjedh këta me 12 deri në 15 piktura, pasi hapësira që më është caktuar mund ka qenë shumë e madhe. Po, kësaj radhe ju po prezantoheni pra me një cikël të ri veprash, e the edhe vetë do t'jenë vepra pak a shumë të temës abstrakte në përgjithësi, po na trego pak më shumë rreth këtyre veprave, ku dhe kur janë krijuar ato. Si e mori inspirimin? Gjithmonë kam dashur me kriju diçka të re, pasi unë njihem për realizëm. Gjithmonë kam punuar piktura shumë realiste, ndoshta shumica e njohin edhe koleksionin tim të syve, pastaj kam vazhduar me koleksionin e syve të kafshëve, që deri tash e kam bërë një përmbledhje dikon rreth 50 piktura, ndërsa tash kam dashur diçka më ndryshe, kam dashur edhe me eksperimentu me veten, që tash me bëni lidhje mes abstraktit, realizmit edhe natyrës. Gjitha këto do të ekspozohen në datat e caktuara nga 13 deri me 29 qershor, po nuk është event i hapur gjatë gjithë kohës. Zakonisht është të premtet, të shtunën dhe të dielën. Gjithashtu dua të cekis që ndodhet në Zvicër, në Flamand, dhe hyrja është falas. Po, nëse nuk gabohem, ju keni qenë pjesë e kësaj ekspozite edhe më herët, apo jo? Na zbuloj pak a shumë edhe çfarë sa ka vizitor kjo ngjarje. Kjo është jashtëzakonisht një ngjarje shumë e madhe, pasi edhe nuk organizohet shumë shpesh, organizohet çdo 3-4 vite. Është eventi i 4, ndërsa unë prej që kam dëgjuar për këtë event, është hera e dytë që konkurroj, aplikoj, dhe të dy herët kam pas fatin që në eventin e parë për mua ka qenë pak më vështirë për arsye se numri i artistëve ka qenë më shumë i kufizuar, ndërsa tash jemi 40 artistë. Po, në përgjithësi si e vlerësojnë qytetarët e Zvicrës veprat e tua, si i vlerësojnë, sepse e di që ke pasur fatin të t'i ekspozosh ato disa herë atje. Patjetër që do t'rregoj, janë shumë të impresionuar,
Gjithmonë kur e tregoj kreativitetin tim, pa marrë parasysh pasi jam shumë në për evente të tilla, shkoj në shumë ekspozita, jam edhe në kurs një event, nuk është kurs, po është art, ku bëjmë artistat art, çdo të premte në mbrëmje. Gjitha mirëpresin me shumë kënaqësi edhe me të vërtetë marr shumë livdota. Është pak më ndryshe se sa arti kosovar, pasi në artin kosovar jemi mësu ma shumë me posën tematika kombëtare, cilat unë i adhuraj, po normal që unë nuk kam mundësi me këto kombëtare me prezentue për Zvicrant, është dash diçka të re, diçka më ndryshe, diçka më kreative, pasi Zvicrant e vlerësojnë shumë kreativitetin edhe diçka të re, një frymë të re. Po unë po uroj që gjithë shka të shkoj si që është më smiri sa i përket këti prezentimi, por me që të kam në një lidhje direkte, duhet pyes edhe pak për artin tënë në përgjithsi. Qëfar po të tërheq më shumë t'i kohët e fundit që të pikturosh? Ku je më shumë e fokusuar? Unë një kohë kam bërë pauzë për shkak e normal që familja, gjonat, është dosht një pauzë të vogël me marrë, po asnjëherë nuk jam nda nga arti të bërit art ose diçka. Gjithmonë kam eksperimentu me veten. Kohën e fundit kam butu edhe libra për fëmijë, ilustrime të librave të ndryshëm, ndërsa tani jam fokusuar në këtë ekspozitën që të kem diçka shumë personale dhe që ndoshta në të ardhmen po mendoj me pos edhe një ekspozit personale këto, kështu që kam dash diçka të re, diçka që nuk është pa ma përpara ndoshta. Po ndërkohë e kemi parë që vizatoni edhe portrete të disa prej personaliteteve të shquara të vendit tonë. A është kjo ndoshta një synim i joti që t'ja të tregosh pak a shumë edhe vendeve të tjera historinë e vendit tonë? Patjetër, unë kam ekspozue pasi edhe me artistë tjerë shqiptarë dhe kohën e fundit e kemi pas edhe në ambasadën e Berlinit një ekspozitë të përbashkët, ku kam ekspozuar figura kombëtare në Antreze, Gjergj Kastriotit, patjetër që duhet me prezentu edhe kulturën tonë, kjo është domosdoshmërisht, po ndonjëherë ne si artist duhet me eksperimentu që me gjetë veten ku po e gjajmë ma mirë. Une i adhuroj shumë portretet që i bëj figurat shqiptare, kombëtare, gjitha këto me të vërtet kultura ju në shumë e pasër dhe të një mundësit të trajtë shumë të tjera. Po, është mirë edhe me e bëj eksperiment gjithmonë diçka të re. Po, ndërkohë duhet pyes edhe për ndonjë ekspozit personale që ai ke mendu ta realizosh edhe këtu tek ne në Kosovë? Patjetër. Na vesh edhe këtu pak. Unë në Kosovë kam pas shumë ekspozita, kështu që edhe kohën e fundit më ka ardhur me udhëtue për shkak të ekspozitave. Normal që kam dëshirë, po pak po është problemi transportit, pikturat me nuk e di. Do shta shumë shpejt po për momentin po përgatitem një ekspozitë personale këto, pasi kam dy koleksione shumë të mëdha, që kam një bagazh shumë të mirë për një ekspozitë personale. Po edhe kjo që po bëhet është me një farë mënyrë ekspozitë personale, pasi janë 12 deri në 15 piktura ku mund t'i ekspozoj. Mundem të ekspozoj edhe ma shumë dhe është një si dhomë private që janë vetëm punimet e mia aty. Po si është në përgjithësi skenën artistike në vendin tonë? A ke ndonjë vlerësim? Është shumë e mirë, na jemi shumë shtet që jemi bërë shumë vonë. Për 25 vjetë muj me thonë që Kosova me të vërtet ka shumë artistat mirë, të jashtëzakonshëm. Normal kultura jonë, që të mund njerëzit kërkojnë ma shumë figura kombëtare, nuk e kanë ende atë kulturën e kreativitetit individual të dikoj ose një artisti, po në përgjithësi njerëz janë vëjdisu për kulturën, janë vëjdisu për artin, janë vëjdisu shumë që mund jenë shumë mirë, që edhe Kosova ka artist shumë dalluar edhe me të vërtet shumë të mirë. Po për fundën duhet pyes pak edhe për planet në përgjithësi që do t'i kerë gjatë viti 2025, e the që do të realizosh edhe disa ekspozitat të tjera që i ke në mendje apo jo? Patjetër. Tash që jam, për momentin kam kohë më të lirë, kam kohë më shumë, kështu që duhet përkushtohem më shumë artit, më shumë edhe karrierës time, pasi kam bërë një pauzë pak, ndërsa tash po nuk është që kam bërë pauzë ashtu të gjatë, po kemi pas pak për shkak të familjes, gjonave tjera, po prap mendoj me u kyç në artin edhe në kulturën zvicrane gjithashtu.
Unë po të falenderoj shumë të gjetët kohë me qenë pjesë e Ekspresit edhe në këtë formë. Sigurisht ju presim edhe fizikisht këtu për të folur për sukseset të tjera. Unë juroj shumë suksese për këtë prezentim që do ta kesh së fundmi dhe suksese gjithashtu të tjera më tutje. Faleminderit Marigona shumë. Shumë faleminderit nga ju, ishte kënaqësi. Kënaqësi edhe për ne.